pyetja parë, natyrisht shumë bazike, por shumë njerëz tek ne kanë dëgjuar për Hormuzin këtë ditë. Edhe bile dikush në rrjetet sociale kishte shkruar, kishte thënë kam punë ngusht si ngushtica Hormuzit momentalisht. Bukur e paska thënë. Pse është aq strategjike? Dhe pse e ka Irani të domosdoshëm ta kontrolloj? Kur nuk është vetëm aset i Iranit realisht, është i gjitha aty në shteteve aty. Do të mundohem që ta një tutje të jam sa më koncis, pa shkak të vrejtjes që e bone. Në fillim ke pyetja Irani, pse Irani kështu? A e ka mirë Irani? O burr, lindja e mesme si pozicion gjeografik është bërthama dhe kërthiza e botës. Rreth lindjes së mesme që nga koha e Ademit a.s. që e më ka marru qabën, e Ibrahimit a.s. e civilizimet jenë sill rreth lindjes së mesme. Mbase aty burojnë. Kurani që i përmend 28 pejgamber, në fakt ata 28 pejgamber nuk do të lexuar si 28 emna të përvetshëm, por historiografia kuranore nëpërmes tyre po na thet se deri në kohën e Muhamedit, e Rasulit të fundit, kanë qenë 28 civilizime. Siru fil ard, esnin në për tokë që të mësoni se si dhe pse një këmb, një popull ngritet mbi drasat e historisë dhe bie nga drasat e historisë. Që kjo është lindje e mesme prej kohës së kalu belas. Interesat strategjike të fuqive, jo vetëm tani të Amerikës. Unë njëjtë kisha me folë edhe në kohën e perandorisë romake, edhe në kohën e Bashkimit Sovjetik. Fuqitë e mëdha kanë interesa shumë të mëdha për shkak të pasurive së fundmi e sidomos për shkak të rrugëve detare, që nga koha e Vasco da Gamës, e portugezve, e Amerigo Vespucit, e atije lundruesit e vjetër evropian, Hormuzi ose Harki, që kjo ishulli që e bombardoi Amerika, në fakt, aty kemi të bëjmë diçka dhe me interesat e dikush me shqiptare. Sepse shqiptarët, komandanti shqiptar Barbarossa i perandorisë osmane është ai i cili 18 vite ka luftuar kundër hungarezëve për ta marrë grykën e Hormuzit dhe për t'ia dhënë në mbikëqyrje perandorisë osmane.